Po të ngjaj, mos më shih full kokën apo jo, se unë kam qef kur flas me ty. Po dakord, pra unë i bëj për herë këtë. Në rregull, veç jam të thënë, unë kur flas me ty edhe kur ti fol, unë shoh në sy se du realisht me ti thon gjanat në sy dhe me mi thon ti mu gjanat në sy. Kështu që nëse unë flas dhe unë shoh që ti këqyr për toke, adin nuk ka kur gjë të keqe, normalisht se ti vetë ki tash, përderisa unë kur më shpreh pëlqem për ty, edhe jam afru kaq afër me ty, dhe me thonë, të kam pudhë në hunë, të kam pudhë në qafë, ke pudhë në qafë, jemi afru, dhe me thonë, u ko një gjë reciproke, dhe ti e din shumë mirë, se përderisa ti, vetë ke thonë, unë momentin që shoh me sytë mi që nuk është një gjë reciproke, unë nuk vazhdoj, edhe ti, fakti që ti ke vazhdu deri sot me tentu, mu afru, me mputhe, gjitha këto gjanat, është se ke pa që ka diçka reciproke. Se normalisht u kon një pëlqim i dyanshëm, u kon një gjë reciproke. Unë ta kam thonë shumë mirë, të kom thonë, për mu, ka rëndësi, kam qef që puthja me ndodhë në mënyrë spontane. Ta kam thonë këtë gjë dhe të kam thonë, nuk kam qef me ma vidh. Edhe para se me bo gimbo, kur Arbre ka bo një koment edhe ka thonë, duni ta vidh një puthën, pëse se vidh gimbo, unë të kam thonë, Mateo, mos ga bo me bo një gjë tillë, se unë nuk kam qef me ma vidh, kam qef me ndodhë në mënyrë spontane. Tash, në momentin që unë shprej pëlqem, zyrtarisht unë kam pëlqem për këtë djalë, afrohemi kaq afër, rrim kaq afër e gjitha, normalisht që puthja është, dhe me thonë, është rrugës në kuptimin që është një gjë që normalisht, adin nuk është që nuk e kam ndje ose nuk e kisha ndje me bo puthën, puthja kishë ndodhë, a më problemi është që unë s'kam pas qef ti me ma vidh puthën, edhe thjesht kam pas qef që në momentin që unë, jo që ti nuk më jep siguri, se ti mu mi ke jep këtë sigurit, dhe me thonë më ke bo mu një shumë mirë, më ke respektu, ti nuk i kur farë lloj gabime, edhe kur më ke kërku falë që më ke thonë, më falë që të puthën tash nuk ki nevoj me më kërku falë, se ti nuk e bo gabim, në atë moment e ke ndje, më puth, je afru, ke dasht me ma vidh puthje, në rregull nuk e bo gabim se e ke ndje, po që mu më bani me unë i keq, fakti që unë ta kam cilësu gjithmonë, se të pak të njëherë në ditje ka ra tema, puthjes dhe unë kam thonë, Mateo, rrim mirë, Mateo, mos baj garin kësi gjë.